Doni dhëmbë të bardhë si bora, kjo recetë do t'ju lërë pa fjalë. Individët me dhëmbë të verdhë dhe më së shpeshti duhan pirës shmangin qeshjen dhe ndjejnë siklet. Megjithatë, lajmi i mirë është se ky problem mund të zgjidhet lehtësisht. Për më tepër, ju nuk do të keni nevojë të përdorni produkte të shtrenjta të zbardhjes së dhëmbëve të cilat janë të ngarkuara me kimikate. Këto metoda të zbardhjes së dhëmbëve janë jashtëzakonisht efektive, të lira dhe sigurojnë efektin e tyre në 2 minuta. Vaji i kokosit është i njohur si një nga gjërat më të dobishme që ju mund të përdorni për rritjen e shëndetit të përgjithshëm. Ky produkt mahnitës është gjithashtu i dobishëm për kujdesin e lëkurës dhe me sa duket ajo ofron efekte mahnitëse edhe për dhëmbët. Vaji i kokosit gjithashtu promovon shëndetin oral dhe mban në dhëmbët tuaj të shëndetshëm. Kjo mund t'ju ndihmojë të rivendosni buzëqeshjen tuaj të shkëlqyeshme, të bardhë brenda pak minutash. Gjithçka që juve ju duhet është vaji i kokosit dhe soda e bukës. Përzieni vajin e kokosit dhe njëkohësisht sodën e bukës në sasi të barabarta dhe vendoseni pastën në një kavanozë xhami. Ju mund ta mbani kavanozin në frigorifer ose në banjë. Pastën e tillë mundet ta përdorni si zëvendësues me pastën e dhëmbëve që blini në dyqane, ndërsa rezultatet do t'i vëreni brenda pak minutash. Për më tepër, në qoftë se buzët tuaja janë të plasaritura, mjafton vetëm t'i fërkoni me vaj kokosi në mënyrë që t'i hidratoj ato siç duhet dhe të rifitoj shkëlqimin e tyre origjinal në qast. Shpenzimet globale në produktet e zbardhjes së dhëmbëve arrin në miliarda dollar në vit. Zverdhja e dhëmbëve vjen si pasojë e stilit të jetesës, thonë stomatologët. Sipas tyre, duhanpirja, kafeja dhe çaji janë shkaktarët kryesor të zverdhjes së dhëmbëve. Ushqimet dhe pijet me ngjyrë të errët si vera e kuqe, rrushi, boronica, shega e të tjerë ngjyrosin dhëmbët sepse përmbajnë substanca të cilat ngjiten në smaltin e dhëmbëve. Sipas tyre, zverdhja e dhëmbëve mund të shkaktohet edhe nga sëmundje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe përkujdesi për to nuk e zgjidh këtë problem, atëherë ju duhet të merrni në konsiderat këto alternativa. Si të zbardhni dhëmbët në vetëm 2 minuta? Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që ju mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limonët gjithashtu kanë aftësi zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët. Pastë zbardhuese me sodë buke dhe limon. Përbërësit janë sodë buke, lëng limoni ose ujë. Përzieni lëngun e freskët të limonit me disa lugë çaj me sodë buke. Përzieni të dy derisa të formohet një masë e mirëfillt. Fshiheni dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkoheni me pastën duke përdorur një furçë. Lëreni pastën në dhëmbë për të rreth 1 minutë. Më pas shpëlajini gojën tuaj me ujë të bollshëm për të shmangur ndonjë dëm potencial në mishrat e dhëmbëve. Në qoftë se përdorni ujë në vend të lëngut të limonit, pastën mund ta mbani për deri në 3 minuta. Kjo pastë duhet përdorur 1 ose 2 herë në javë. Përveç aplikimit të pastës zbardhuese, siguroni që t'i lani dhëmbët 2 herë në ditë. Ne ju këshillojmë që të shmangni duhanin, kafeinën, pijet e gazuara në mënyrë që ju të mbroni dhëmbët tuaj nga zverdhja. Nëse këto pije janë të preferuara tuaja, të paktën përdorni një pipë në mënyrë që të kufizoni kontaktin me dhëmbët. Të gjithë duan të kenë dhëmbë të bardhë dhe njëkohësisht tepër të shëndetshëm, por këto procedura shpesh janë të kushtueshme dhe kjo është një nga arsyet se pse njerëzit anashkalojnë si rutinë orale,
por ka disa mënyra natyrale të cilat mund të realizohen në kushte shtëpie dhe ato do t'ju ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve. Xhenxhefil dhe krip. Për këtë juve do t'ju nevojitet xhenxhefil, krip dhe limon. Si të përgatisni? Grini pak xhenxhefil, këtë mund ta bëni kollaj merende. Shtoni 1/4 lugë çaj me krip dhe shtrydhni në të një fetë limoni. Më pas përzijeni mirë. Aplikojeni atë me një furçë dhëmbësh si normalisht. Argjile bardhë. Çfarë ju duhet dhe si ta përgatisni? Thjesht aplikoni argjilën e bardhë në dhëmbë përmes furçës dhe lajini për rreth 3 minuta. Mos ushtroni shumë presion, por lajini lehtë. Më pas shpëlajini gojën me ujë të pastër. Gjethe mente dhe vaj i arrës së kokosit. Çfarë ju nevojitet? Ju nevojitet gjethe mente dhe vaj kokosi. Grini gjethet dhe shtoni vaj në kokosit. Përzieni mirë dhe aplikojeni përzierjen me një furçë dhëmbësh. Mos përdorni shumë mente. 3 deri në 5 gjethe janë mëse të mjaftueshme. Peroksid hidrogjeni dhe sodë buke. Çfarë ju duhet? Peroksidi hidrogjeni dhe soda e bukës. Përzijeni sodën e bukës me peroksidin e hidrogjenit në raportin 1:2. Përzijeni kështu derisa të formohet një pastë. Më pas, lehtësisht lajini dhëmbët tuaj për rreth 3 minuta dhe më pas lajini gojën me ujë të bollshëm. Ndërkohë mund të përdorni edhe pluhur kakao. Për këtë juve do t'ju duhet pak pluhur kakao, ujë ose vaj kokosi. Përzini pluhurin e kakaos me vajin e kokosit ose ujë derisa të formohet kështu një pastë. Lajini dhëmbët me masën e përftuar si zakonisht. Më pas keni parasysh që mund të përdorni dhe uthull dhe sodë buke. Për këtë juve do t'ju duhet sodë buke dhe uthull molle. Si ta përgatisni? Përzini një lugë çaj uthull molle me një lugë sodë buke. Përzini derisa të formohet një masë homogjene. Më pas lani dhëmbët siç bëni zakonisht. Sipas ekspertëve, përdoreni këto mënyra 2 apo deri në 3 herë në javë për disa javë dhe më pas bëni një periudhë pushimi. Në qoftë se ju filloni të ndjeni dhimbje ose ndjeshmëria e dhëmbit tuaj fillon edhe rritet, atëherë duhet që të ndaloni menjëherë. Sipas ekspertëve, për zbardhjen e dhëmbëve mund të përdorni dhe skrab me lule shtrydhe. Merrni 1 deri në 3 lule shtrydhe të mëdha dhe shtypeni derisa të formoni një masë homogjene. Shtoni një maj kripe dhe nëse do të përdorni sodë buke, shtoni gjysmë lugë çaj. Para se ju ta aplikoni pastën në furçën e dhëmbëve, siguroni që goja juaj të mos jetë shumë e lagësht. Bëjeni këtë çdo natë për një javë për të parë rezultatet. Lëng limoni, pastë në shtëpi. Lëngu i limonit mundet që të veprojë si një zbardhues për dhëmbët tuaj. Përdorni furçën tuaj të dhëmbëve dhe më pas aplikojeni pastën për rreth 1 minutë. Mund të aplikoni çdo natë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Joftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.